Në këtë ditë madhështore, 18 prilli, dita ku edhe i nderojmë dëshmorët, sidomos ata të rrethit të Prishtinës, të Gollakut. Jam këtu edhe me komandant Remin dhe me shokët e tij, me luftarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që kemi ardhur së bashku dhe vijmë çdo herë, pra në këtë ditë për me nderu sakrificën e dëshmorëve, heronjve tanë. Njerëzve të mëdhej, familjeve po ashtu, që na e kanë mundësuar që sot ta gëzojmë lirinë, ta gëzojmë demokracinë dhe të jemi në një fazë ku edhe planifikojmë për zhvillimin e të ardhmes të vendit tonë, të ardhmes të popullit tonë, të ardhmes të shtetit tonë. Prandaj lavdi të gjithëve, kjo ditë do të jetë e tillë për çdo vit e mot, për çdo herë, dhe këta dëshmorë herojë tanë i kemi gjithmonë në zemrat edhe mendjet tona. Sot është ditë e madhe për Prishtinën, është ditë e dëshmorëve të komunës Prishtinës, dhe unë vetëm kisha më uruar gjithë qytetarët, gjithë familjet e dëshmorëve, gjithë ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe qytetarët në përgjithësi, këtë ditë po i nderojmë me ato mundësi që i kemi dhe do të nderojmë gjatë kohë.